E falenderojmë Allahun e madhreshëm, dërgojmë salavat e përshëndetje mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen, shokët dhe krejt umetin e tij. Të nderuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Allahut do të flasim brenda mundësive, në minutat e kësaj hutbeje do të flasim për dashurinë tonë ndaj Zotit. Për nisi me arsyen për shkak se dëgjojmë shumë vëllezër dhe motra, shumë familjar e bashkëtar e njerëz që jetojnë bashkarisht për ditë. E dua Allahun për që kjo për është problemi ma. E dua Allahun për po bëj të gjunahe. E dua Allahun për edhe kur mi kryja dhurime, qoftë edhe nëse për marrëm shambët edhe namazin duke falë, nuk për jam dhe hakun. E dua Allahun për jetojnë a hoqë në shekullin 21 e pak problem me dashtë Allahun që duhet edhe që shë lip Zotin me vepruhe. Gjithë të këto fjallë janë të pavërteta, të gjithë të këto arsye janë të pabaza. Pra ndaj ne sot do mundohemi me lejen e Allahut të elaborojnë, sepse nëse e donë Allahut duhet me dashtë vërtet për një mendë Allahun. E jo vetëm me fjallë goje. Nisëm me pikë sfare. Nëse kthehemi në raportin ndërnjerëzor mes dy njerëzve, qofshin ata vlla, ose burr, gru, ose shok të punës, koleg, ose shok të luftës, po janë dy njerëz që e duan njëri tjetrin. Po e duan hakikat për iman. Çka bojnë ata? Me pak të është ata të dytë interesohen për një pasi e donë tamam që duhet, si shok, si koleg, edhe si bashkë. Çka bën? Mundohet me çdo kusht, si në smundje, si në shëndet, si fukarallak, si kopëllak. Me aqy tabiatet njëri tjetrit, mos ta jelloj me ato tabiate, mos të uci, mos të preku, mos të bëj nervoz. Qa ka qerë, qa ka dëshirë, llojet e ushqimit, çka ja kona, qa se kona, gjithë shka është gjendje me bo dhe me erujt, sepse e dënë. Kur e dënë, këritu i bën edhe nuk lodhët as pak. Madje ndihet krenar, sepse ka një shok të mirë. Në rrafshin njerëzor. Po nëse kthehemi në rrafshin hyjnor, kjo kënë vijen vertikale, nëse te vijen horizontale, nëse kthehemi vijen vertikale me Zotin tash. Nëse për iman na e dojnë në Zotin, vllazni, kjo dashuri ndaj Zotit duhet mu përkthy në vepra. Duhet më kthy në hapa konkret. Nuk mjafton veç e duhet Zotin, pa tash ka me bo për e hoqë në shekullin 21 nuk po mujna me jetu se jenë dosar në këtë shekull. Cëlla cara pra? A degenerimin ti po ma konsideron vlerë? A hajni po ma konsideron kulturë? A me këto sende ti sot, tash po mure shekullin, po edhe 21, po edhe 31, po edhe 41 shekull, qka të do që vinë, i njëti besim betet, i njëti zot betet, i njëti parim betet. Ai mora që ka egzistu kohën e Ademit a.s. Ka egzistu kohën e Muhammed a.s. Eksiston sot, ka me egzistu të redit kiametit. Nuk dërën, ka se i njëti zot eksiston, si atëherë si tash si tarmen. Pra dhe i njëti zot i ka njëtet parime. Degenerimi nuk është vlerë, lakuritësia nuk është vlerë, hajnia nuk është vlerë, korupcionit ralltia nuk jenë vlerë. Nëse ti me ndonë sot, nuk mundesh me jetu pa mu korupcion, ti ki problem. E jo Zoti, sepse këto nuk jenë vlerë, dhe me këto nuk jetit për para, edhe njerëzit me mendje të shëndosh, kërejt këto antivlera si pranojnë, a nëpse jemi shikullin në stënjan. E me lakurisi, e me flëshëhanët e do me përkthy ose do me përshkru shekullin e stënjan, ashtu e shumë mentalitetin e shumë njerëzve, shekullin e stënjan, nuk thua shekullin shkencës, i dijes, i përparimit, i punës, i disiplinës që e përmenëm ma herët, por krejt e shyrin, me koncerte, me drogë, me faqet zeza, me alkohol, me lakurisi, me prishet moralit, me prishet familjes, me divorce, që të e të shekullin e stënjan? E shërën tyne tash të nuk po mundesh me dasht Allah, se vërtet Allah to nuk i dan, i dalan. E jo vllazni.
Nëse dojmë Allahun, duhet me ndjek rrugën e Allahut. Nëse për një njëri që për dëmë ti, qoftë edhe grua nëse e dënë, mundu është me apo qefe, në gjitha dëshirat me atë plëcu, atë pse Zotit të nuk ja bën. Pse nuk jeruën Zotit të? Kur thu e du Allahun, atërë thotë edhe pejgamberi Islam, pa në drejtuar tash vetë Zotit pa në thotë, o Muhammed, kul, thu ju pra atyne, mos i le me fol, shkurt, thuju atyne, kul in kuntum tuhibbun Allah, thuju atyne nëse më të vërtetë të dëni ju Allahun. Tash po në tërën konkret. Jo veç Allah, e du Allahun, e këni në tanë në faqët e zizë sinarë. Jo, nëse jeni që e dëni Allahun, thuju atyre, fattabiuni, hajte mas meje. Muhamedi a.s. po në drejtohet, o ju njerëz, edhe ju që i thënë veti musliman, edhe ju që po më burë nësi jena në Islam, po edhe ta që si janë Islam, nëse i dëni Allahun, hajde mas meje, fattabiuni pasane rrugën time. Jo rrugën atyne degenerimeve, atyne faqeve të zeza. Zotë e din që në kena me jetu edhe shqekru dhe 21, edhe ata që kanë me jetu 22-ën e 23-ën, po parimet e kalon të njejta, morali ka thonë njejt. Prandaj nëse dënë Allahun, hajde mas rrugës e pejgamberit a.s. Yuhbibkumullah, atër ju dënë edhe Zotë juve. O yaghfir lakum dhunubakum, edhe ja falë gjunahet e juve, gjunahet që jena në plët e plët, me vagone, me sët dush, gjunahet kemi. Edhe kemi nevojë me na u falë ato gjunahet. Por nuk falen ndryshe përveç se duke e dashtë Allahun, edhe duke ndjek rrugën e pejgamberit e Allahut. Prandaj na duhet me njoft Allahun, sikur që po mundohemi me njoft njerëzit. Ata që i duhem, çfarë huje shkan, çfarë tabjate shkan, çfarë dëshira shkan, çfarë kërejt, edhe qysh mi gizue, qysh mi më qefe, mi disponu, të njëjtën gjatë do të bëjmë benevesh ma tepër edhe ma shumë, me Zotin krijuesin e plot fuqishëm, ta dojmë me të vërtetë. Po kur ta dojmë Allahun, do të me dash vetë Zotin, do të me dash edhe sene që i don Zotit. Zoti e don namazin, po, do të kujdesim për namazin. Zoti e don veshjen njerëzore, çu duhet më vesh, çu e ka kërku, po, atë kujdesim për veshjen, kujdesim për ushqimin, kujdesim për familjen, kujdesim për gjitha ato sene që ne ka lyp Zoti. Çto i ki halal, çto i ki haram, çto lejohet, çto s'lejohet, çto bën, çto mos i bën. Maksimum, kjo është dashuria e vërtetë e Zotit të Madh. Thotë edhe pejgamberi sa hadithin kutsi që na shoh shumë qartë, a pe dani Allahun. Edhe u bëj drejtom, a jeni vërtet që e dani Allahun? Nëse jeni, atëherë më dëgjoni çfarë thotë pejgamberi sa. Hadithin kutsi që vetë i madh Zoti thotë, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Nuk ka sen që robi që le don Zotin në fjala. Nuk ka sen që robi ja mund të mu afru më shumti me diçka, përveç se me ato sene që ja ka bo fars. Te anë të lakone që mu afru të Zotin? Të të shamia obligim, vëlesa obligim, namazë obligim, e tash të ato luftoj e budu. Allahu për në bënë me dijen, mas shumë të që afrohet robi jem dhe ime, është me ato sene që e kam obligu, që i kam kërku, një maftaratu alehi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Pra unë e du, kur ai kryen në këto farze, atëherë domon ai është afruar shumë, edhe vazhdon të më afrohet nëse kryen edhe nafile plus farzeve, saqë kur afrohet aq shumë, atëherë edhe unë do ta dua. A ka privilegj me madhe. Na po mendojnë se privilegj dhe famë është me dalë të pit kuq, me dalë atë koncertet ato të madhështore, në thojza që ku bëhet konsumimi i drogave, bëhet prostitucioni, bëhet faqja zez, krejtu sen. Sa të po probleme dhe me folë edhe si hoqë. Shpesh me në thëmë në ardhët dilemen hamlet jane, që kështire që e ka në dramën, të bia në të bi të jesh apo të mos jesh. Sa të po problem, me folë ose mos me folë. Me folë, a bre hoqja për ishte 'Ishte unë ku s'duhet, po flet, po sulman, po gacman, po vrë. Sa të po problem me folë ose mos me folë. Me folë, a bre hoqja për ishte unë ku s'duhet, po flet, po sulman, po gacman, po vrë. Sa të po problem me folë ose mos me folë. Me folë, a bre hoqja për ishte unë ku s'duhet, po flet, po sulman, po gacman, po vrë.
Në skënqare pa e foli, se këto anti-vlera, po zonë në vend ma shumë se vlerat. Njeriu në marrashë dhe qujnë të poshtër. Njeriu në drejtë dhe qujnë do më të hinë do lavërgjin. Dërsa ata të poshtër, do lavërgjin, rëncat, hajnat, i qesën për parët edhe në shëshni. Janë ndrojnë vendet, skënqare pa foli. Prandaj edhe Zotë po na tërheq vërejtën. Ata që veprojnë edhe punojnë, edhe bojnë edhe nafile, atëherë do ta duan. Këto e don Zoti. E jo këta mashtruesit, thojza, falcat. Atëherë kur e duan atë, çka duan? Kur ta duan atë, atëherë kuntu. Domthon, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Atëherë kur e duan atë rob, do të bëjmë të dëgjuarit e tij me cilin dëgjon. Po sa har dëgjon, unë me të jam. U do të jetë, pastaj thotë, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi. Do të jem shikimi i tij me cilin shikon, do të jem dora e tij me cilin punon, do të jem koma e tij me cilin ec. Edhe nëse wa is'alani la u'tiyannahu, dhe nëse më kërkon diçka, çka do të kërkon do t'i jap. Wa la ista'adani, do më nëse kërkon për me mbrojtje, la u'idhannahu, dhe do ta mbroj gjithçysh. Do ta mbroj gjithçysh, o vllazni. Kur don Allahu, atëherë mos ka problem. Po na duhet me arrit, me fitu dhe dashurinë e Allahut, para se me fitu në dashurinë e tij, duhet me dashur Allahun tamam hakikat me sinqeritet. Për ndryshe nëse bëjmë gjunoha dhe gabime këto vi për shkak veprave tona, edhe Zoti po na bën atë rrezhvetin. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Çka do të shih vetë për fatkeqësive, gjonave jo të mira të pakashme, që nuk janë të pakta në jetën tonë që na ndodhen, dini që keni për gjunoave të juaja. Jo se Zoti po ja do të keqën juve, po do ju ndëshku juve pa drejt, po për shkak të gjunoave, rezultate veprave të juaja. Prandaj, o jafu arketin. Po edhe pse ja vëqon si dëshkim këto raste, prapë Zoti ja fal shumë gabime. Nuk ja çon dënimin sa meritani. Prandaj edhe dietar tonë shpjegimin e këtij ajeti. Zoti i Madh është i mëshirshëm, shumë i mëshirshëm. Nuk ta çon dënimin me njerëz që meriton. Një herë, dy herë, tre herë, ndoshta 10 herë, e bën njëtin gabim nuk dënon. Me të jep rast, me të jep mundësi edhe afat, mu penduo dhe mu rikthy të ai me pendim. Po edhe nëse e të pranë dhe nuk të penduhesh, dënon por jo asa meriton. Pra ta ul. O yafu an kathir. Edhe fal për shumë gabime s'dënon hiç. Kjo është nga vëshira e tij. Prandaj dhalike bi Allah lam yakun mughayyiran bi ni'matin an'amaha. Kjo është Allahu nuk don ja vjen ato të mira që ja ka dhënë. Zoti na ka dhënë shumë të mira. Shumë e vërtet, shumë të mira. Zoti nuk ja vjen, nuk ja ndërron ato përderisa thotë ala qabin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Desa ta vetë janë nisin të rrugë. Kur janë nis, e ke shpërdor, e shki, nuk janë të vlerë dhe kimetit, atëherë Zoti ta ndron. E për mësë më atëre të kjo, në duhet kemi kujdes. Të ruhemi, pra, ato që e në ka dhonë Zoti e me më pas kujdes, me shqytzu ashtu në halal. Dhe Aliu radiallahu anhu, po ashtu të me të resultohet që dhe Abasi e ka thonë këtë thonje, ma nezere belau illa bidhanbih. Nuk zbret në i belau. Në shka e pakashme, belau është e pakashme e keqe, përveç për shkak gjunahet. Belau që ndodhin, se cilin njëri prej nesh do të më nalë më mendu, qka bona anë që i nova Zotin që zbriti kjo bela. O ele rafon ila bitove, nuk do në një ngritje, kur do në një ngritje, ato visi pasoj e pendimit të Allah. Sa anë i pendohemi e rikthemi të Zotin në ngrit. Pa të duhet të kemi kujdes. Kemi kujdes vazhdi sepse pejgamberi në ka bo me dije në hadithin e tij shumë qartë. Nëse dojna me shku në xhenet, a i ka një çmim. Po është edhe një sfidë. E cila është ajo sfidë? Sfida që na tregon pejgamberi është huffet il jannatu bil makarihi wa huffet in naru bil shahawat. Sprova e vërtet. Xheneti që pedojnë është i rrëthum me gjëra të pakëndshme. Me gjëra që s'na kona. Xhehenamin që e urrejnë, apo është i rrëthu me gjëra që na joshin, me knasime epshe që na joshin. Qështoj që në pleshtë që në basë sajnë, e thamë edhe se ka pas keq, xheneti është i thurur me thera. Në mes është problem me hi ato si ka të hënë.
Por atë kuptimin pozitiv, ka të lashër dhe mundime. Fjala vjen. Nëse na duhet më qunë sabah, me marr abdes, me prish gjumin, e me shku në xhami, me fal namazin me xhamat në xhami, sabahin më flas. Është i rrëthuar me sene të pakëndshme, me prish gjumin më të ëmbël. Koha më e mirë e gjumit, më ëmbla, më e shishme, në kohën e sabahit. Me prish gjumin, grosin e shtratit. Nuk që me marr abdes me ujtë ftoft, e mu që mu vesh, e me talë në xhami, e ftoft, e gjitha. Po janë bil me karihin, të jasane të papëlqymet e njerëzit, e u rejtë. Po më nëse rejtë, nëzët, fletë, nuk e prish gjumin, e vazhdo gjumin, nëzët. Po, tjetë josh, a mu tjetë qënë gjena. Ato vajza gëra që po dalit lakurisu me tonë, thonë, na knaqen, po veç ato të rjekun zhak në gjena. Edhe pse ty duket e shishme që t'josh, a mu të tërhesh në gjena. A përve duhet, po dhe studenti aprishin edhe në dynja për me arri sukses. Edhe studenti këtë dynja, i ri po, e len po, energji po duhet, as mos me dalë me lu futbol, as mos me dalë kafe, as mos me dalë atje, as atje, po duhet më unë me ndze karriken për me marrë notat dheqe, me diplomun në afat, jo me po 10 vjetë në fakultet. Po me dhonë zanë, me lonë kritë qefet të dynjas. Tonë po bojnë qef, unë po rria të maj meqme, në kuptimin. Po jenë sane që të rejshmi, po kër e mërë diplomën, e mërë shkollën, e mërë dijen, atër ecë për para jenë rezultatin ma në fund. Pra edhe gjeneti kështu. Këtu neve na lodhën, se në sane të pakërshëm, por shpërbimi final është gjeneti. Pra ne duhet kemi kujdes. Pra edhe Zotën e hatë Koran. A dani Allahun? Po, nëse dani Allahun, wasbir nafseke ma alladhina yad'una rabbahum bil qadati wal ashi. Yuriduna wajha. Atëherë nëse dani Allahun, bani sabër pra, se s'është e lehtë. Bani sabër edhe falë namazin rregullisht me ata që falin mëngjes edhe mbrëmje, të cilët e synojnë kënaqësinë e Allahut. Kënaqësinë e Allahut, jo famën e kësaj bote, jo kënaqësitë e kësaj bote, po kënaqësinë e Allahut. Nuk është e lehtë. Namazi sabahut është namazi më i vlefshëm për 5 vakteve që falet. E namazi më i vlefshëm i sabahut krejt javën është namazin e ditën e xumah. Qëshë, edhe sabahut pas ka dallim me sabahin po. Edhe namazi më i vlefshëm për kësaj sabahave është namazi sabahut me xhamat në xhami, ditën e xumah. E këtu nuk arrijë lehtë. Po duhet me. Pra ne, thotë edhe pejgamberi selam hadithin e Xhibrilit, adhuroj Zotin sikur që jetu e pa Zotin, edhe pse nuk e sheh ty. Shumë mirë ka thënë. Prandaj edhe Abu Huraira edhe sahabët tjerë lodh kur e kanë pyetur pejgamberin sa këshillon atë çka. Tutju Zotit. Atakhsha Allah ka anaka tara. Tutju Zotit, he ki frikë Allah sikur jetu e pa. Tonë lidhë edhe me një këshillë që jep Muadhit. Muadhi po na tregon në një rast pejgamberi alayhis salam na këshilloi, keni marrë edhe pe Zotit, domthon istahi min Allah kama tastahi min rajulin dhi haybatin min ahlik. Keni marrë të pranë edhe pe Zotit çysh ju vjen marrë pe antarët familjes që kanë respekt. A keni pa qika ka njerë para babës i vjen marrë ose djali para babës. Nuk i bën të sjellje do veshje para babës, jo baba, jo vllau, jo. Kur të vjen marrë për njërë që është normal edhe duhet në tarë marrë, për se duhet në tarë edhe ma marrë. Vlasni edhe në fund për e përbyllë me ajeti koranor që Zotë i madhë që përna tëtë, sura në Ankebut ajeti 2, përna e bakit thirje, e hasibe nasu e një të reku e një kulu amen. A më ndohen njerëzit se na kena me i lanë ashtu të lirë, me thonë e besoj Zotin, konkretisht jemi të folë, e duhe Zotin, edhe me lanë, e dalë Zotin, mirë bëllë valla që me dalë Zotin, Allah e drujnë, Allah e shëplet, ja, nuk përfundar të. A je që e beson Zotin, a je që e dalë Zotin, apo më ndohë që tash kime me të shushtua, ja, e hasibe nasu një të reku e një kulu amanna, wala yuftanun, wa hum la yuftanun, e ata nuk kanë më sprovu, e që të sprova. Dashuria ndaj Allahut e madh është përbyllet e kësaj që lusim Zotin e madh të na ndihmojë, që ne në emër të dashurisë së Zotit
në emër dashurisë tonë ndaj Zotit, sinqeriteti tonë në këtë dashuri, që ta duam gjithçka që e don Allahu, ta duam Allahun me sinqeritet më të madh, të duam njerëzit që e duan Allahun, të duam veprat që i don Allahu, të largohemi prej veprave që nuk i don Allahu, të largohemi prej njerëzve që na largojnë prej rrugës së Zotit, edhe të afrohemi që me të vërtet kur vdesim në fund, edhe dalë prej kësaj bote, ajeti kuranor na përfshin. Ajeti kuranor ekziston. E besove ti se besove ti, e majtë ti se majtë ti, realiteti është, realiteti nuk ndryshon, po ti apo fiton as po fiton, për këti realiteti është puna jote, e prandaj është tira këtu, që të na përfshi ajeti kuranor, thotë Allahu i Madhreshëm, radiallahu anhum, Zoti është i kënaqur me ata, po thon përfshi dhe i gjithëve. Wa radu anhu, po edhe këta është i kënaqur me Allahun për sa. Edhe këta është ata që e donin Allahun, andaj edhe Zoti i don ata. Allahu na dash neve të gjithëve, edhe na forcoft në rrugën e tij, e na shpëtoi me të mirat e tij.